Shiko, çfarë amshor. Është I mrekullueshëm. O, çmrekulli. Jemi dy të ftuar që I kemi miq të përzemërt mbi të gjitha, por janë një fenomen për sa I përket jetës sociale tashmë në Shqipëri. Bëhet fjalë për dy çuna që janë pjesëtar dhe nismëtar sigurisht të The Shareholder, po, të Comedy Thursday, një fenomen në fakt duhet thënë Mateo që ka shpërthyer fatmirësisht në Shqipëri, ku vetëm në një orë thuhen qindra mendime që mund të ketë shoqëria. Denis Taullaj, Timolon Gjikobullin, të thoja një emision të ngatrova një moment. Në Express. Në Express, mirëmëngjes çuna mirë se erdhët. Express. Mirë se u gjetëm çuna. Si jeni njerëz, si u gjen mëngjes? Nuk e di, jeni early birds, zgjoni. Fare. Fare, ju rrej këto kufje, më duket sikur do mbien. Pa, do rri aty bolluan kohë. Ja mirë tani. Je shumë mirë. Çuna shumë faleminderit që na morët. Faleminderit shumë. Jam shumë I privilegjuar që jam me dyshen më të preferuar të 2014-s. Ja, po, kemi qenë, na ke ndjekë që atëherë Denis? Ua, mbaj mend Rudi. Ty edhe Mateon para se të hante Mateon. Kam qenë shumë fan. Vetëm 40 kg më I vjetër jam. 40 kg, po. Timoleon, pse thua që nuk je early bird më? Nuk jam, je tip që punon natën, I punon. Thjesht jam pa punë edhe zgjohem kur të dua. Jo, seriozisht, kjo gjëja domethënë që u zgjova sot që në 7 për të ardhur këtu ju urrej dhe ty dhe vlonjatët atje mbrapa ju urrej të tërë këtu brenda. Absolutisht, edhe ne të urrejmë këtyre, po duhet bëjmë një emision këtu. Ore, çeluri të dukesh sikur s'ke fjet fare. Pa atë kam bërë vëlla, që t'isha gati për. Se Denisi për shembull duket sikur është zgjuar, domethënë te Denisi duket që është zgjuar. Unë zgjova pa ta diarre, se që ngrën pikante edhe u detyrova të pija I got hirr para se dilja. Ishte mëngjes shumë kaotik për mua Rudi. Është teto Denis. Gjithmonë ka drama, por po shkon ora 9, është në rregull gjithçka. Tani për një publik që shani këtu? Jo, nuk shajm dot. Vetëm Xhibani ka shar 3 herë nga. Jo, mirë Xhibani. Po, shau, po nuk shau me mendje, po. Po pra. Si ta flasin çik për një publik që se di këtë si ka nisë. I ka të larta mendimet mua, është I tmerrshëm, është I pisët fare. Timolion si ka nisë Comedy Thursday? Wow, vërteto, do rrit do t'rregoj historinë nga fillimi. Po, tu e shkurt. Vetëm thuaj se shkurt fare. Ne hiqi fare. Jo. Të 5 çunat që jemi tani, të 6. Na iku dhe njëri, na e mori Kanadaja. Po, emigroj. Vlonjat ishte ai, kështu që vaj më mirë. Po. Të 5 ne bënim stand up vet. Dilja unë pa një publiku të vogël, ditë Denisi pa një publiku akoma më të vogël. Edhe para 2 vitesh, 2 vite gjys, thjesht më erdhi ideja dashore pse s'bëhemi të tërë bashkë që ata pak që vinë për mua dhe pak që vinë për ty të na mblidhen aty. Dhe ja ku jemi sot. Ti je nismëtari të bashkuarit çunave po. Të tëra unë vetëm unë. Edhe humorit I bën gjitha këtu. Menaxheri. Edhe humorit unë ja shkruaj të tërë. Ku din ta? Ku më shkruaj gjitha. Okej, mirë. O Mateo, bëni një pyetje që. Edhe kur shkruaj gruas ma shkruan le. Është djali mirë më. Ore, si ka nisur për ju personalisht, domethënë, qefi për të bërë stand up? A Denis. U sa e thash, isha në radio tjetër, thuaj, se sa ta mendoj çfarë thash atij. Si ke qenë në një radio ditën e sotme? Jo, ka qenë ditë tjetër. Po në 7 më isha tek ta. Me Aldo? Po vjen me Aldo. Ore pashi çik di Aldo nuk naqa fort. Ore që budallo bërë madh atje. Po bëre reklam të tjera. Po pra, sepse poshtë është radio më e keqe Aldo. Po absolutisht. Çfarë bullizon kështu. Un kam patur fatin që kam patur kompjuter në shtëpi që shumë herët që kalama, që të tëra kushte, që kalama. Dhe jam rritur me YouTube. Që bebe, do jam rritur me YouTube, kam parë stand-up që shumë herë. Që thoshin komshin ai di computer. Po. Por kam pas bërë kurse njerëzit atë. Di computer. Po ti, shiko, ti ke pas kompjuter, I bie ke pas dhe internet, bie ke pas dhe YouTube-in instaluar, po nëse ore shiko, Leo, këto muhabete kur ka qenë fëmijë janë 2019-ën. Para 4 vitesh. Para 4 vitesh kam qenë. Shumë afër po. Se kur kam qenë unë fëmijë më solli babai, më tha të kam bler kompjuter, më tha maja hodhe. Edhe çka kishte bler e gjeta 200.000 dirham tha. Edhe çka kishte bler kishte marr vetëm ekranin. Monitorin. S'kishte marr asgjë tjetër. Po na eci mirë edhe tastiera. Po do të ble. Po këtë sillin baballar. Do të thënë je ekspozuar herët ke parë YouTube aty ka qenë eksperiencë. Kush janë komedianët e parë që
Louis CK, të parë që kam Parë parë. që ke parë që E di që po Louis CK është komediani i parë që kam parë, sepse ka qenë një periudhë shumë herët në YouTube ndodhi një dramë shumë e madhe që disa YouTubera bënin ca skeçe që kopionin bitet e Louis CK, edhe nga kjo drama thjesht dëgjova Louis, kush është ky, e kërkova. Edhe aty don hera parë që pash një stand-up të Louis CK, aty thash, jo, bëhet kjo gjë tallësh ti. Është thjesht me një mikrofon edhe po e humba komplet tash, u demoralizova, unë s'kam bërë humor kurrë në jetën time tash pasi pash. Absolutisht. Fakt ende. Edhe vazhdon. Denis, edhe ti i dashur, me sa kam informacion. Po nga që unë bëj një emision që quhet Menderiush. Menderiush, po, në fakt. U erdha do më flis. Nuk doja ta përmendje, do të flisja për gjëra të mira. Po hak merren tani. Denis, edhe ti me sa kam informacion që un kam shumë për ty se kemi një miqësi për te i medjave, për te suksesit madh mediatik. Shikoj, po prekin duart poshtë tavolinës, çef plera. Edhe sipër, po, nuk e një stadion makinë. Edhe ti je fan i madh i Louis CK, mund të jetë i preferuar jot nëse mund ta themi, Luisi? Po, unë ndryshe nga Leo e kam dëgjuar shumë vonë, edhe ka qenë një surprizë shumë e mirë. Unë kam dëgjuar të parën Bill Burr nga këta, kështu të bardhët, se nuk e di pse kisha dëgjuar vetëm afroamerikan, ku është kamera, afroamerikan. Politikisht korrekt. Po. Të lutem. Pse plasi dhe ajo me Arbanën edhe. Po, pra duhet për kujdes. Duhet bërë çashaka të bukur kisha me atë, po është shumë raciste. E di, mos e thuaj. Jo, Bill Burr, po pastaj kur shkova te Lui, e pa që ishte më afër meje. Se në fillim ti tenton të kopjosh atë komedianin që shikon të parin dhe unë, po Billi nuk është shumë stili im që bërteti çika ato gjërat. Edhe kur pash dikë që fliste aq shumë për masturbime, pastaj Gjeta veten. E gjeta veten që kur bëri atë shaka që tha, mbam kur i bini me dorë kështu. E thash, s'ka vajtur me mua atë shaka. Jemi në radio Por prapë jemi është në stand-up, të lutem, jemi në stand-up. Okej, për sa i përket stand-upit flasim pak. Unë personalisht e kam thënë edhe herë tjetër, cilësia e njerëzve që kam hasur personalisht tek stand-upet tuaja, domethënë audienca që është aty, për mendimin tim është ndër audiencat më cilësore që mund të gjesh vërdall. Duket sikur qytetarët, kjo jeta urbane, po jo urbane underground. Se përgjithsisht ideja e parë që të vjen thua që duhet të jetë underground, duhet të jenë njerëz alternativ etj me radhë. Por çuditërisht kam parë jetën më elit të qytetit të Tiranës, po them dhe jo vetëm, i kam parë tek stand-upet tuaja. A jeni surprizuar që keni një cilësi kaq të lartë njerëzish? E para mua më pëlqen shumë që thua underground. Mateus ka qenë kurrë ne? Jo, do vijam. Po elita e qytetit. Unë të prëm. E vërtet. Ashar xhepi pa pritur ndaj Mateus. Unë nuk e prisja kur më ftoi për herë të parë Leo tek po e themi lokalin. Jo, mos thuaj asgjë burrë. Jo, përshëndesim Daniel. Edhe kur performova për herë të parë atje ai vendi, edhe isha kështu shumë i surprizuar plak se deri atë kishim qenë për halera, në për zgëq. Mund t'i përmendim këto mund të përmend. Jo, nga njerëzit që ishin këtu, nga këta që të vënë këmbën te skena aty rrin shikoj kështu. Na thuj në gjë. Kurse atje publiku që dhe tani është zgjeruar, çdo gjë që thonë ishin kështu. Ishte deliri vërtet Rudi. E kam vënë re, a mendoni se përtej të bërir për të qeshur, domethënë se sigurisht njerëzit vinë pikërisht për të qeshur, po përtej asaj mendon se ka efekt më shumë, më gjerë, më gjatë përtej se qesh? A mendon se mund të jeni një, le të themi të dyshon të fut në mendim. Nuk do të çaj deri aty. Nuk mendoj që jam me lehtë. Jo, vërtet, po i ka lexo Tolstoi, ne do të edukojmë. Nuk të pikërisht, nuk kemi ne të edukuar. Mund të jetë një indicje. Shiko, mund të jetë një indicje ose mund të jetë që shiko. Jo, mund të jetë një këndvështrim tjetër. Nuk e them në sensin e të edukuarit dhe të jetërsuarit gjeneratave. Po them në sensin e të paturit, një as të vogël ku mund të kesh lirinë e të folurit për gjëra që mund të konsiderohen tabu, për gjëra që se mjafton një njeri të thot me zë mendimin që mund të kesh prej kohës që të bëj të ndihesh shumë më i lirë në shoqërinë që jeton. Ja, ku të kuptosh që mund të ketë 100 si puna jote ose 500 si puna jote. Dhe ju nuk është se jeni të kufizuar vetëm tek ai lokal në atë ambient. Ju jeni tashmë në rrjete sociale, gjërat që keni sherohen me mira herë. Comedy Thursday në Instagram. Comedy Thursday. Po disa nga ato gjërat që themi atje nuk i hedhim në Instagram. Është vërtet. A ka shaka me fen për shkak me fen, me politikë, nga shumë gjëra që i themi vetëm aty brenda.
edhe nuk I nxjerrim në Instagram. Tash është shumë ndryshe të vish aty dhe ta ndjekësh, ta dëgjosh, ke njerëz vërdall që qeshin, është ambienti ngrohtë, I errësirë, nuk të shef njeri ti qesh me çfarë të duash, domethënë. Kurse në Instagram është ndryshe ti nxjerr një humor me fen edhe njerëzja po ky dele I çik jashtë asaj gjendje si ka qenë. Po doli shaka e jashtë dhomës edhe pa kontekst rreth rrotull. Unë bëj 20 minuta material, nëse unë nxjerr vetëm 30 sekonda në Instagram ajo do keq kuptohet se s'ka kontekst. Në fakt ka dhe komedian që bëjnë one-liners. Është tjetër stil, po nuk është se unë nuk di në Shqipëri. Mario Brnić. Okej, po prandaj nuk e di se. Okej. Okej. Është, domethënë, është e vështirë të kesh gjithkohës material. Sa shpesh ju duhet të shkruani material? Ne jetojmë në Shqipëri apo ju sa jetojmë në Shqipëri, ndodhin gjëra tërkohën, nuk e ke. Shiko, ne flasim për gjëra që na ndodhin. Edhe gjendje personale, që se patjetër që mund të krijosh humor edhe nga asgjëja. E vërtet, një gjë që unë jam për dy gjëra shumë krenar, një për sa ka ecur Comedy Thursday dhe audienca që kemi, që e theve që parë, po është vërtet fakti që jemi këtu ku jemi është nga audienca që kemi, dhe nga sa open-minded janë njerëzit dhe nga sa na pranojnë dhe nga word of mouth, domethënë ti vjen, të pëlqen dhe ti sjell dhe një shok tjetër herës tjetër. Kjo një dhe dyta për faktin që ne çdo muaj bëjmë të gjithë material të rinj. Nuk përsërisim veten. Për këtë kishim. Njeriu po e dëgjoj 2 herë një humor dhe po nuk iki prapë. Po unë nga Denis e di që nuk është një proces I thjesht. Po pra, sa herë kanë folur edhe kompleks është edhe di që ha shumë energji, domethënë nuk është se del një herë në muaj edhe qa punë bën thjesht dal një herë në muaj bëj atë komedin ose 2 herë në muaj që kanë çunat mërkur dhe të njëjtë që kanë zakonisht komedit. Sa mund ta futesh në atë process making, në atë procesin e të bërit komedi, si e ke ti personalisht? Po unë zgjohem. Shiko, unë kaotike kam, unë nuk shkruaj do të ulur një. Duhet të jem në këmbë, duhet të jem duke ngrënë gjëra. Filloj urrej veten, I bie me dorë, pastaj qetësohem. Është si xhipani, mos bio me atë me dorë, më përzej mëngjesë të dëgjoj fëmijë. Jo, e kishte I bie me dorë tavolinën. Tavolinës që të Po tani shiko, ti këtu na ke marrë do po I bëjmë një promo vetes edhe që njerëzit që si duan këto shaka s'to vinte ne. E qartë. Po që se ka keq kë. Si është puna po thuaj pra. Ka duan të shesin vetëm të tyre. Po e vërtet. Comedy Thursday. Asi e ke procesin domethënë nuk për te shakave e kam me vërtet këtë lloj procesi, e kam shumë kaotik. Filloj ha budallëqe që nuk duhet haj, bëj gjëra, filloj kam një kështu self-loathing të pa parë dhe pastaj gjej një shaka që më duket sikur e nxjerr kokën, kështu që sa më e mirë kjo, filloj qeshi çik me vetes. Zakonisht Rudi janë ca, domethënë të ndodhin situata, del me shok, pi një birë, ku diun jeton, shkon në punë, të ndodhin ca situata që sa e shef atë gjën, tashin e kemi shumë kohë që e bëjmë. Kështu që ka ca situata që sa të ndodh diçka okay, kjo është bit. Të do e them në skenë dhe kjo do qeshin. Ja, ky ka një metodë tjetër. Prandaj është kështu. Prandaj më I mirë. Jo. Ky është më I mirë, ky është më I mirë në Shqipëri. Vërtet? Është si ta. Kam dëgjuar në një intervistë Chappelle që kishte një lloj teknike të vetën që e ndërton të gjithë historinë në bazë të punchline-it që kishte. Pra, kishte punchline-in. Më ka ndodhur edhe mua. Dhe pastaj është më lehtë që si thua të shikosh një fenomen edhe të gjesh punchline-in apo unë kur e kam praktikuar sa po flas. Unë s'kam qenë kështu, fama dhe lekët më kanë ndryshuar. Fama dhe lekë. Sa lekë marrun ta ndalë me Menderiushe. Unë më ka ndodhur ja 2 herë si pilot Formula 1 me sponsor. Electromagic. Ja u bëra një. Bravo. Është nga je kemi të përbashkët këtë. Unë kam patur ja 2 kështu punchline shumë të lezetshme, kisha nxjerrë në notes edhe isha ora duhet bëj gjë me këtë. Po, edhe thjesht me vërtet e fillova nga fundi edhe nuk është se eci keq. Unë thjesht e bëra se doja ta Po patjetër. Më duhej material. Po janë të rralla ato kur e ke atë fjalin goditse, punchline-in që e ke aq të fortë, çado lloj gjë ti qëndisësh rreth rrotull, ajo do godasi ti e ke, po nuk para ndodh kjo. Është vështirë shumë ta kesh. Është vështirë që të gjesh punchline. Ti duhet ta kërkosh atë punchline. Pra ti mund të kesh një histori të bukur e thua, po si ku do e plasur këtë që të qeshin njerëzit. Jo, unë zakonisht kam të kundërt.
Vërtet. Po je me fat, pra. Po se do shumë. Mendoj një super idiotësi, një budallëk të vockët. Budallallëk. Një budallëk të vockët. Edhe zakonisht i ngjit një histori. Denis, shaj Denis, nuk nuk mendoj që i ndjek ama këtë. Ora ndjek. Ndjek ama po këtu? këto orare ndjek. Deri në orën 10 mëngjesit pastaj. Po Romeo po e ndjek? Po. Shëndesin Binjak. Romeo më dëgjon zemër, ai po dëgjon makinë tani. Po. Romeo jam unë Denisi mo. E disa mirë dëgjohet të s-ja. Kanë lega ta, Po kanë patjetër. Dgjoj, mos u merr me pronarët tani, kanë 100 herë. Mos flas për pronarët e tu të Comedy Thursday tani ti nxjerr palar këtu tani. Do ta kthej. Kokë. Dgjoj, E di që na ka ajo ne. Rudina Xhunga na ka. E the veto? E nxori. A është se sigurisht që ti je komedian, duhet të jesh një observues shumë i mirë i gjithçka që ndodh. A bezdis ky observimi i vazhdueshëm, do të thënë bashkë me të mirat që mund të prodhoj dhe ato të këqija, të vënurit të re gjithçka. Fare? Unë tani, ndoshta Denisi ka eksperiencë tjetër. Unë tani që kam fatin të bëj vetëm komedin dhe asgjë tjetër dhe nuk kam punë tjetër, nuk më bezdis fare, madje atë dua, unë dua të shoh, juve do ju tall për shkakun te stand-up i radhës. Unë dua vetëm të shoh gjëra, të shoh situata, të më vini dera, unë vetëm rri dhe thith të jes sungjer tërkohën. A ndjen ndonjëherë kërcënuar ndonjëri që të rra për shembull apo se ke kthyer kur personale? Po jo. Do ta kthesh. Ja, hajde ke stand-up i radhës në fund të prillit, Comedy Thursday në Instagram. Okej, unë nuk kam ndjekur, ju keni diset papara me njëri tjetër. Nuk mendoj se diset është disrespect, anë roast. Roast, sorry, fjale e dur është, edhe pse ka shumë disrespect aty për ty. Janë roste që bëjnë, në sensin ngacmime që bëjnë me njëri tjetrin. Unë mendoj se aq shumë e shajnë këta njëri tjetrin sa që nuk besoj se ka një njeri jashtë këtyre që mund t'i shajë kaq mirë këta, që në një lloj forme e masakroni aq shumë sa s'ngelet asgjë për t'ju bërë. A ka ndonjë njerëz që të mërziteni, keq kuptoheni nga këto rostet? Jo, po unë jam për shembull Leon e rost më shumë nga të gjithë dhe me Leon kaloj më shumë kohë nga të gjithë dhe jam më i afërt. Kështu që është e gjitha love. Po edhe me Mario, kur me Mario 2 javë kam flas. A po le prapë me Mario? Po flas me Mario tani për shkak. Po u bën miq prapë. Në fakt që në gjitha një prank ndaj këtyre. Bëm 3 vjet sikur s'flisnim. Si tamper. Okej, nuk është se keni. Jo. Po për tek kësaj, a ka këto momente xhelozie si për shembull Mario kundrejt Denisit që nuk foli për periudhë? Po si se ka. Shiko, unë e vetmja xhelozi që përjetoj unë është xhelozi e mirë, është xhelozi profesionale. Dëgjoj Denisin që ka një bit aq të mirë, një batutë aq të fortë dhe po si s'më shkoj mendja mua, i shkoj këtij plerës apo konkurenca e shëndetshme brenda. Ti ke zgjidhur me çështjen e lekëve, ke parasysh? Po, unë kam lekët, fix. Ç'më duhet mua? Okej, ti ky më fani, problema. Comedy Thursday që të përmendin pak edhe çunat megjithëse përmendin dhe Marion që janë të gjithë super talentuar që panajoti Mario. Po, keni bërë kurse me Romirin? Po, ne prandaj jemi kaq të mirë. Çfarë gomari? A bëndaj? Nuk i kemi bërë kurset e Romirit, e profesorit siç e njohim ne, po në biznes. Ne në biznes. Në industri. Kam dëgjuar që kanë bërë të tjerë kurse. Shikon, ne nuk kemi se është kjo gjë, ne dukemi sikur. Për këtë doja të pyesë. Pa asnjë lloj disrespekti kundër Romir Zallës dhe kujdo tjetër. Absolutisht. A mund ta mësosh, a mund të vi unë të ndjek në një trajnim dhe të mësosh si bëhet humor? Unë mendoj që jo. Unë mendoj që këtë gjë duhet ta dashurosh. Ne tërë ditën për këtë gjë mendojmë. Kupton, ne jetojmë për unë nuk ka asnjë batutë që mund të them unë që Denisi mos e di e kujt është. E Bill Burr, Louis C.K. e ne jetojmë për këtë gjë. Është kjo që bën ky njeri, sepse unë e konsumoj Denisin si shok. E konsumoj si shok edhe kemi shumë biseda dhe sa herë mund të prodhoj një gjë që është funny, që është kjo është fiksja ajo që ka thënë ai në atë situatën e asaj. Pastaj them një gjë tjetër, kjo është e ngjashme me atë që ka bërë ai. Ose jeta është në fakt si ajo që ja urdhro. Po e mira e Denisit ke përjetuar vetë. E mira e Denisit është që edhe kur bën një shaka vet, thotë, është citon nga e ka marrë, gjë që është shumë e rëndë në Shqipëri. Jo, viti 2026, kështu që është pak e vështirë që të bësh. Jo, nuk po e them publikisht, po e thot në tavolinë me njerëz edhe kur citon gjithmonë. Gjë që të drejtat e autorit, jo vetëm komedi, po kudo në Shqipëri është problem shumë i madh. Ne nuk ja njohim, marrim i tjetërsojmë, i vjedhim dhe nuk dhe kjo nuk më pëlqen. Jo, unë edhe Timo për shembull që e bën. Edhe çuna. Unë edhe çunat kur i citoj
Po, Citoj çuna. Raste të rralla. Ka ndodhur një herë. Më tha një herë që nëse do të bësh humor idiot, është si ajo që ka thënë Leo. Se pisha ka. Edhe Leon e kam biles në fillim kur I kam ndjek çunat. Po çoj deri në fund se edhe Leon e kam qef. E kam qef më shumë. E kam qef. Po se Elena aqe, ne ke qeja. Keq kuptohemi, jemi në radhë. Është përgjegjësia jote. Ke çal pazari. O po pse bie njerëz. Ata I kanë. Është shumë I keq. Ore vej një kamerë para bëhet shumë I keq, po nuk e di. Është më, po ti si ka mundsi, je më I ëmbël kështu më. Ma të dielën ishim dalë. Po pra, ishim dalë. Imagjino, dhe ishte I mirë ishim dhe me gratur. Me prapë ishte. Nëse duke qenë se përmendëm të pjesën roast, nuk e di a ka komedian këtu që bëjnë roast me publikun, siç bëhet edhe Crowdwork. Tani crowdwork quhet. Mendoni se mund Se di fare. apo këtë moment Unë di të them Ne nuk po bëjmë. Ne nuk po bëjmë crowdwork, kanë që kemi material. e kuptoj. Okay. Po se kam përshtypjen që do jetë jashtëzakonisht shumë e vështirë. Jo, më pse është e vështirë. Kemi Do bërë t'jetë ne kur ka vështirë qenë një se- klub komedie Ramet. Kemi bërë crowdwork, se s'bëhet dot material se ishte shumë vend I vogël, 30-40 veta, edhe nuk të dëgjonte, ata donin të thonin ndonjë gjë edhe do merresh me ata. Them Donin që të është e thonin. vështirë me idenë se ti duhet të reagosh në moment, duhet mendosh një batutë. Pra nuk përgatitesh për Se nuk e atë. di se çfarë do E të pra, do të kesh një mendje të shpejtë, po ne e Kjo është. kemi, prandaj e bëjmë këtë gjë. Absolutisht, Mo absolutisht. më ka funksionuar crowdwork. Kam bërë natë gjithë në crowdwork. Bëra 5 minuta material e pash që nuk donin. Bëra një gjysore crowdwork, ishte mirë. Okej. Po Po, do të po. kesh edhe publik mirë, mos e po janë. Do të kesh edhe publik. Shiko, që ne e kemi. shumica e komedianëve litar, emra si Bill Burr, patjetër Louis C.K., George Carlin, Chappelle që përmendet ti, shumica e tyre Ricky Gervais, edhe më pëlqen shumë Ricky. Shumica e tyre mendoj personalistët e konsideronin një lloj ofendimi të bëjnë crowdwork, domethënë sensin Nuk bëjnë, nuk kanë pse Maksamini këta bëjnë. I bën famshëm crowdworku, domethënë njerëzit që më thonë kështu, ai crowdworku është shumë I mirë, kuptoj që s'di nga komedia. Fix. Pak nga stand-upi se. po mbase vlerësojnë atë elementin që nuk mund të jesh I përgatitur dhe I bie që Po pra, të që- reagosh në moment dhe kjo tregon shenjë humori natyral. Po, Domethënë, inteligencë. As se ajo kjo. s'është e vërtet, sepse këta gati kanë 3 përgjigje gati, aq profesione janë, kupton, do ka çfarë bëndi kamarera, mësilli birra. Po gati kanë, kupton, nuk është. kanë disa- Mua s'më duket, nuk më jep asgjë Nuk është- crowdwork. Ka shumë njerëz që e pëlqejnë Max Aminin. Max Amin është ai që po Po, jo nuk është vetëm Max Amin, janë disa që e bëjnë. Ai që është më I Po famshëm. në fakt është shumë e lehtë që ti jesh një personazh shumë I famshëm me një mikrofon në dorë dhe të marrësh dikë nga salla I cili kompleksohet tërësisht dhe të tallesh me Dhe s'ka mikrofon. Dhe s'ka Dhe mikrofon. s'ka dhe mikrofon. Kupton çfarë the ti? Kupton ndërkohë që I bën pyetje aty, mendon përgjigje do t'i japësh, kupton E pastaj kuptoj, po është edhe Jimmy Carr. Jimmy po, që ka ato one-linerat e shpejta, po. Ai ka dhe material edhe është një Yes. për mendimin tim është një person shumë inteligjent. Ka një nga mendjet më të shpejta në komedi. Po, Se po për nuk është shembull, the funniest. Ricky e ka mendjen shumë të mirë edhe të komplikuar nga këta British, po nëse nuk e di ti ke të shkruar një javë para, dyshoj. Kurse Jimmy Ju si Comedy Thursday besoj se jeni të parët dhe me sa po shoh të vetmit për momentin që mund të jeni në këtë nivel të bërit të stand-upit. Ndërkohë kanë tentuar edhe të tjerë në të kaluar që I përkasin botës së medias, së televizionit, Po, janë e aktor kanë të- komedie, Gazetar, gazetar e tjera me radhë, të cilët ka ndjesi mikse për stand-upet e tyre. Çfarë mendon se ju ka bërë juve që të jeni kaq të suksesshëm, kaq të zotët në këtë që bëni? ndjesi mikse, s'kam pëlqyer domethënë. Nuk të kanë pëlqyer. Po ka pas momente që mund të kenë bërë për të qeshur, por për mua personalisht Vispupa. Vispupa Po, Vispupa me e kam materialet e George Carlinit të përkthyera në shqip. Me vërtetë edhe unë se di. Viso vlla. Se duhet ta thojë, shiko. Visi e hapi stand-upin me atë që të kesh lindur në botë është të kesh lindur në Ferr, kurse të kesh lindur në Shqipëri është të kesh front row seat. Ajo është fjalë për fjalë e George Carlin. Po shiko, atëherë kur e ka bërë mbase nuk e Nuk besonte njeh që George Carlin. Ama ninin e bulës e qante. Okej, dakor, shumë mirë. Dëgjoj, shiko, ne nuk Jam të vërtet çunat, më, kjo është e bukur e tyre. nuk di të të them pse po ndodh kjo gjë. Nuk di Nuk të ke them asnjë ide? pse. Jo, kam disa idera, Po, po nuk do. çfarë Shiko, ndodh? janë formuar ata janë formuar nga ndoshta nga televizioni, nga jo portokallia, jo skeçet, pra kanë
nëse ke, ku diun 7 vite që punon te Portokallia dhe të duhet të nxjerrësh personazhe tërkohën, është e vështirë të kalosh te stand-up. Ne nuk na lidh asgjë as me televizion, as nuk duhet të ishim korrekt. Ne vim nga rruga më. Ne vim nga rruga. Thjesht dilim në sken edhe ç'të vjen në mendje thuaje, nuk ke pse ti je korrekt me asgjë, nuk të lidh asgjë as me televizion. Po më duket se edhe përgjigjen. Edhe Kemi çfarë humbim. Nuk kemi ç'humbim. Kështu që ne dalim në sken. Nëse ty nuk të pëlqen ajo që the mund ti s'do vish më, unë s'kam të shumë. A mendon se eventualisht duke ndërtuar akoma më shumë emër, duke u bërë akoma më publik, duke ju drejtuar mbase një audiencë më të gjerë do filloni të jeni pak më politikisht korrekt dhe të ta humbisni këtë? Dyshoj se kemi bërë deri tani. S'ka pse. Shiko, ne nisëm stand-upin para 30 vetave dhe tani kemi 3 evente në muaj nga 300 veta. Do kjo është rritur. Është rritur shumë. Çfarë gomaj. Është rritur shumë kjo gjë. Që do të thotë, nëse do ishte momenti për të bërë korrekt, do ishim bërë. Po nuk kemi pse. Në fakt edhe komedian të tjerë sado që janë bërë të famshëm e kanë folë para publikut më të gjerë, prap kanë ruajtur një lloj identiteti, edhe kur shkojnë 50 vjeç prap kanë qëndruar me një lloj identiteti. Kur do jetë takimi radhës? Të mirët po, me ju. Me ju kur më këtu brenda, po. Me publikun e gjerë. Në fund të prillit nuk e kemi vendosur akoma, po në momentin që ne I vendosim I nxjerrim posterat te Comedy Thursday në Instagram. Po mos I më fare, kurse është sold out brenda 12 orësh. Në fakt njerëzit e presin ose më saktë mezi e presin atë datën, biletat bëhen sold out më njëherë. Comedy Thursday është në Instagram. Ai që sa ka provuar ja sugjeroj ta provoj eksperiencën, është tjetër gjë të shikosh një batutë që mund të prodhojnë çunat në Instagram, që dhe ato janë shumë të suksesshme, shumë efektive për të rregjur vëmendje, bërë njerëzit për të qeshur. Për tjetër gjë të marrësh gjithë eksperiencën që shkon rreth 1 orë, 1 orë 20, diçka 1 orë. Më shumë se. E po mua më është 2 orë. Më zhdukur aq pak, ë? Më zhdukur aq pak, se çdo event është rreth 2 orë. 2 orë, pak më pak, pak më shumë. Okej, 2 orë dhe shpenzuara shumë mirë dhe shumë zgjuar. Shumë faleminderit që ishit. Na përcollën ore, dëgjoni. Po, aq, se është me kufizim. Është koha shtesë. Ka shkuar energjia elektrike. Çisa dita ke. Po pak nuk keni Electromagic. Dhe nuk kemi vetëm Electromagic. Nuk kemi vetëm Electromagic, Eurocold Service, kompania lider e gjeneratorëve në Shqipëri, të pranishëm në shkolla, fabrika, spitale dhe shtëpi. Ata garantojnë energji kudo. Prej 35 vitesh Eurocold Service sjell siguri, besueshmëri dhe energji që nuk ndalet. Kemi më? Patjetër, mos zotëri. Dhe CMAC Albania, ku keni akses në makineri industriale të avancuara për përpunimin e drurit, metalit, plastikës dhe materialeve moderne. Teknologji italiane nga lider europian, instalim, asistencë dhe mbështetje plot. Mos puno me limite, investo në performancë. CMAC Albania, teknologjia që rrit prodhimin. Mrekulli, duke falenderuar edhe një herë Denisin dhe Leon dhe sigurisht duke përshëndetur edhe Besin që nuk e përmendëm, haruam Besin, një aktor I rëndësishëm I Comedy Thursday, sigurisht edhe Panon dhe Marion. Comedy Thursday gjeni sigurisht edhe një herë në Instagram. Ne do të takohemi sërish të hënën, ju urojmë një fundjavë të mbar dhe kur thamë fundi muajit 26 Po, ishte se mund të ndihni. Bëni si të bëni deri në atë. Ja shit bileta.